Përshëndetje miq, më në fund me ekipin e qendresës ja kemi dalë që të komunikojmë live nga rrjeti jon I Instagramit. Unë së bashku në këtë bashkëbisedim të sotëm në fakt kam një të ftuar I cili është profesionist I pyetjeve në fakt, po sot ne kemi obliguar për tu përgjigjur. Edhe jemi të bindur që kemi marrë një gazetar I cili mbar të gjitha elementet e të qenurit kurajoz, me mua në këtë bashkëbisedim do të jetë Isa Myzyraj. Isa, faleminderit. Faleminderit për ftesën dhe jam shumë I lumtur që çdo ditë më shumë është duke u shtuar hapësira ku gazetarët, profesionistët mund të flasin jashtë censurës së mediave të mëdha, mediave të oligarkëve që jemi mësuar me quajtur deri më sot. Shumë faleminderit Isa, do të diskutojmë edhe këtë në minutat në vijim. Unë jam I bindur që shumë kush prej miqve të cilët na ndjek ju njohin, edhe sigurisht që ndaj vlerësimin me mua që ju jeni jo vetëm gazetar, por nga ata të vërtetët në fakt. Edhe Isa, shiko si do ta nisun këtë bashkëbisedim. Ne jetojmë në vitin 2025, edhe le të themi teknologjia ose shoqëria ka transformuar gjithçka. Edhe në këtë gjithçka kam përshtypjen që ka transformuar edhe gazetarin. Edhe le të themi për një pjesë të mirë të brezave të rinj, kam përshtypjen që nuk njohin as fjalën gazet, nga ku vjen nënpunësi I gazetës që është quajtur gazetar. Mirë, po ky është, le të themi, transformim nga aspekti morfologjik ose I fjalës. Shikoj çfarë transformimi bëhet fjalë nga aspekti funksional. Ti je sot përballë meje duke u pyetur edhe me një le të themi aktivist I cili nuk ka lidhje fare me gazetarin. Edhe pyetja ime është, mirë, po e di kur bëhet më e keqe, që jo vetëm unë jam në rolin e një gjysmë gazetari, me e keqja është që sot është edhe kryeministri gazetar, edhe ministri gazetar, në qoftë se I referohem një nga ministrave I sapo ka hapur podcastin e kombinatit, mos gaboj. Çfarë është ky fenomeni I podcasteve, Isa, domethënë? Ose kush është gazetari sot? Se troç, për çfarë na duhesh ti kur e shikon, kemi filluar të jemi dhe ne pak gazetar. Mike dëgjova, është e vërtetë që jetojmë në kohra shumë të çuditshme të përparimit galopant të teknologjisë, por edhe të zgjerimit të profesionit të gazetarëve. Unë e thashë në fillim, jo pa qëllim, jam shumë I lumtur që gjendëm përballë teje si një hapësirë që për t'i treguar gjithkujt që edhe nëse dera e mediave mainstream në Shqipëri do më mbyllet mua nesër, unë do vi tek Migeni për ta thënë të vërtetën time dhe të vërtetën e asaj që unë kam investiguar. Pra, unë do të kem një derë, një hapësirë kudo që të shkoj. Ndaj, mediat e mëdha bëjnë mirë që ta ulin kokën, të vlerësojnë gazetarët, të vlerësojnë profesionistët e mediave, sepse ne do ta gjejmë gjithmonë një derë ose një dritare sa do të vogël për ta thënë të vërtetën tonë. Ndërkohë, sa I përket politikanëve që kanë hapur podcaste, kryeministri I vendit, unë jam duke u ndalur tek zoti Rama, pra, çdo të shtunë shohim të gjitha mediat në Shqipëri që ja transmetojnë podcastin e kryeministrit të vendit, zoti Edi Rama, në Strishën Live. Kjo është një shpifje e madhe dhe gjithë qytetarët ta kenë parasysh nga ky podcast që ajo është një mashtrim. E para zoti Rama nuk bën podcaste live dhe e dyta është e gabuar që televizionet në Shqipëri e transmetojnë live kryeministrin e vendit ditën e shtunë. Bën me qindra mijëra lekë transmetimi I një reklame nga një kompani private, sa do e vogël tjetë, që ka për të shitur një produkt edhe për ta ndihmuar, po bën qindra mijëra lekë koha televizive e bler nga kompanitë private, ndërkohë që ne ja dhurojmë kohën televizive kryeministrit të vendit zoti Edi Rama, I cili nuk bën asgjë tjetër përveç propagandës së tij që nuk mund ta bëjnë në televizione kombëtare, padyshim mund ta bëjnë në podcastin e vet, në YouTube-in e vet. Kemi parë që ka nisur podcastin dhe Bledi Gonxhe, ministër I ekonomisë dhe I kulturës. Unë nuk e kuptoj arsyeën se pse realisht, e di pse. Ju mungon hapësira? Jo, nuk ju mungon hapësira, ju mungon janë të sëmur, Miguel. Me gjithë respektin që kam, po janë të sëmur për famë, janë të sëmur për ta kopjuar kryeministrin e vendit. Ministria e Kulturës dhe Ekonomisë dhe Inovacionit, që është tani më bashkë, jep qindra miliona lekë çdo vit për media të ndryshme për të promovuar turizmin dhe kulturën në Shqipëri, dhe unë mendoj që nuk ka asnjë arsye pse zoti Gonxhe
pra të kërkoj vëmendje tjetër. Duhet të bëj punën nga zyra e vet, punët e partisë i bëj nga kombinati patjetër, të takoj qytetarët, por nuk mund edhe ta ndoti, nëse mund ta quajmë edhe hapësirën mediatike edhe të rrjeteve sociale me podcaste që janë tërësisht pa lidhje, është propagandë e gjitha, sepse ministri nuk do hap podcast për hallet e qytetarëve të kombinatit. Pse nuk shkon ministri tek ata banorë që kanë muaj që protestojnë, vite që protestojnë për banesat e tyre që u janë prishur, por në kombinat bëhet fjalë, por sigurisht ato nxjerrin pjesën që më propagandistike që është njëkohësisht pjesa më e shpifur. Nuk mendon që ata justifikojnë me të mirë publike këtë komunikim që bëjnë? Absolutisht, ja, e mira publike është ti dëgjosh qytetarët në zyrat e ministrisë, në zyrat e partisë, tu zgjidhësh hallet e tyre, ato që janë duke protestuar, të shkosh dhe ti dëgjosh, nuk është bërë asnjë dëgjes, dhe kjo nuk është e mirë të bësh podcaste dhe ta vlerësosh veten dhe partinë të cilës i përket. Ata shpesh herë këto mediumet televizive i quajnë si banaqe. Dhe është ironike që ndërkohë që kritikojnë banaqet, hapin banakun e tyre. Jo, e di kush është më ironike, se dëgjoj këtu ka shumë ironi dhe kontradikta që bien ndesh me njëra tjetrën. Në çdo raport ndërkombëtar, por ti lëm raportin e njohim shumë mirë situatën Miguel. Unë preferoj të flas hapur, të flas në sy të vërtetën time. Kryeministri dhe kjo qeveri kontrollojnë pjesën ndërmuese të mediave të Republikës së Shqipërisë, sado të mëdha ose sado të vogla të jenë ato media, shumica ndërmuese për tyre kontrollohen nga zyra propagandistike e kryeministrit të vendit Edi Rama dhe prap zoti Rama dhe kabineti i tij ka një arrogancë të tepruar ndaj mediave dhe gazetarëve. A e di Miguel që kur ne ftohemi në konferencë nga kryeministri Rama, neve nuk na lejohet telefoni brenda kryeministrisë pra në sallën e pyetjeve, pra ne duhet ta lëm telefonin jashtë në katin e parë. Problemi i parë është me dhënat e mia. Pra ku i di unë kush kujdeset për telefonin tim 3 orë konferencë, zoti Rama i ka dhe konferencat e gjata. Pra në konferencën e fundit të fundvitit kam qenë unë te zoti Rama. Pra ju keni një potencial për t'u censuruar nëse Jo potencial, censura është patjetër. Unë kam një potencial që për 3 orë telefoni im qëndron në një ambient të kryeministrisë, unë kam potencial që të hakohem, të më mbeten të gjithë të dhënat e mia, sepse tani më pajisjet janë lehtësisht të bleshme, e para, e dyta. Unë kam një potencial shumë të lartë censure, sepse unë nuk e di çfarë po ndodhi jashtë ato 3 orë. Pra, çfarë nëse ndodhi një sulm terrorist, për shembull, unë duhet ta pyes kryeministrin aty ato gjë. Ore pse nuk lejo telefoni? Dhe tjetra, nëse vjen një lider i huaj në Shqipëri dhe bën konferencë në të njëjtën sallë, mua më lejo telefoni. E di pse? Sepse nuk duan me dalë keq para të huajve. Pra ne jemi të hapur, ne jemi bëni çfarë pyetësh doni, hajde me telefona. Pra ky është një imazh i rrem që ne kemi krijuar tek të huajt dhe një gjë kaq e rëndë që ne jemi duke krijuar një realitet në Shqipëri. kjo i përngjaka një regjimi që ne tashmë kemi likuiduar 30 vite më përpara, po duket që disa grimca janë prezente janë shumë prezente dhe pyetjet kur ishin me njëri tjetrin pushteti të rëndonte dhe kur vinte dikush i huaj të vishte, të lante, të shplante, të rregullonte, të nxirrte aty përpara mikut. Se shumë çka nuk duket në ekran. Shumë herë dhe ne nuk e themi ndoshta gjithë të vërtetën tonë, por edhe shumë pyetje janë të kontrolluar, pra duhet të pyetje paraprake t'ia çojmë kryeministrit, zyrës së kryeministrit, pra në mënyrë që të kemi mundësi të bëjmë pyetje ato që devijojnë nga pyetja që kanë qenë paraprakisht, qohën në riedukim, siç kemi parë shembullin të paktën 2 kolegëve tanë, njëri prej cilëve është larguar nga puna, nga vendi i punës, është persekutuar nga vendi i punës, vetëm për shkak se ka bërë një pyetje që duhej bërë kryeministrit të vendit. Po si funksionon? Si vendosni radhën midis kolegëve? Radhën e vendos zyra e kryeministrit patjetër. Janë persona përgjegjës të zyrës propagandistike të Ka ndodhur që ju keni pasur pyetje me vete dhe nuk keni mundur t'i bëni? Patjetër. Kryesisht nëpër samite ndërkombëtare është interesante që zgjidhen gazetarët dhe pyetjet që janë çuar paraprakisht, sepse nëse Rama e ka në krah Ursula von der Leyen, unë do doja shumë, të paktën një herë realisht e them, të kisha mundësi t'i bëja pyetje kryeministrit tim. S'kam pasur kur mundësi, kam ngritur dorën sa herë ka ardhur një përfaqësues i Bashkimit Evropian, por s'kam pasur kur këtë mundësi. Isa, ju drejtoni edhe një asociacion, ose le të themi një komunitet të gazetarëve, mirë po për publikun, pa hyrë në detaje se çfarë ndodh me asociacionin. Për publikun, cili është kontributi që ju mundoheni të sillni? 2 janë kontributet madhore
në termat përgjithshëm që ne jemi munduar të sjellim dhe do të sjellim në vazhdimsi. E para është kontributi për të ruajtur lirinë e mediave dhe shtypit, dhe e dyta është sigurinë e gazetarëve. Megjithëse duhet kuptojmë që jetojmë në një botë tani që ka marrë një drejtim të paditur. Do me thonë, zgjedhjet e fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ardhja e zotit Trump për herë të dytë ka nxitur një agresion ndaj mediave të pavarura dhe të lira. Pra, ne shohim që zoti Trump dhe administrata e tij ka pasur një sulm ndaj mediave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nën shembullin e tij, pra ato kanë arsyet e veta pse e sulmojnë mediat, dhe nën shembullin e tij ndonjëherë me një rrugë çorre është shtrirë edhe në Evropë, por edhe në vendin tonë. Ndaj ne mendojmë dhe unë mendoj që është koha e duhur, dhe nëse jo tani nuk do ketë më kohë për të ruajtur lirinë e medias dhe shtypit dhe sigurinë e gazetarëve. Është e vërtetë që ne nuk kemi sulme të rënda, ne nuk kemi vrasje ndaj gazetarëve, ne nuk kemi sulme fizike të shpeshta ndaj gazetarëve, por ne kemi një cënim të lirisë shprehjes, ne kemi një cënim të rëndë të lirisë së fjalës, dhe media është seriozisht e rrezikuar. Edhe në këtë kontekst unë kisha një pyetje, por sigurisht do ta lidh pak edhe me situatën në të cilën ndodhet vendi. Ne për pak muaj shkojmë në kutitë e votimit, edhe unë do kisha interes që disa pyetje ti miksoja midis asaj çka ju përfaqësoni dhe mbroni, edhe kontekstit në të cilën ndodhet vendi. Ju e bët pak a shumë këtë lidhjen midis gazetarisë dhe zhvillimeve ndërkombëtare, po duke ndenjur këtu. A janë zgjedhje të ardhshme të ndikuar nga këto zhvillimet të cilat janë midis BE-s edhe Shteteve të Bashkuara, ku shumë kush më së paku mund ta quajë të paqartë dhe më së shumti mund ta quajë të rrezikshme? Fatkeqësisht nuk e shoh që zhvillimet ndërkombëtare gjeopolitike do të kenë ndikim të madh në zgjedhjet në Shqipëri, për faktin e vetëm që unë nuk shoh një vetëdijsim të qytetarëve për të vendosur në terma më madhor se sa pragu joni shtëpisë, pra se çfarë ndodh në Shqipëri. Pra ne kemi parti politike, dhe kjo vjen edhe për faktin e partive politike. Pra ne nuk kemi një të djathtë për shembull, ose një të majt. Pra zoti Berisha është munduar. Kemi Partinë Demokratike, kemi edhe Partinë Socialiste. Dgjoj, pikërisht pra, por nuk është një miksim i të dyave. Partia Demokratike e muajit e fundit pra e mundoi ta bëj të djastën vetëm për hir që në SBA ka fituar Donald Trump. Pra është deri diku në absurditet niveli i retorikës politike që ndodh në Shqipëri. Ore, Partia Demokratike është krijuar që në 1990 ishin si e djathtë. Ti duhet të ruash vlerat e së djastës evropiane liberale. Dhe jo papritur fitoi Donald Trumpi, jemi duke bërë dhe ne të djathtë kundër komunitetit LGBT, kundër mediave të mëdha, hajtë se ndoshta jemi duke marrë një votë. Ndërkohë, Partia Socialiste, zoti Rama, më kujtohet një emision që ka mbajtur para shumë vitesh pas se të vinë pushtet, ka thonë se pse ne jemi të majt, pra sepse i majti kur sheh një lypës, thoshte zoti Rama në atë kohë, mundohet t'ja jap dorën edhe të punoj me të dhe ta integroj në shoqëri. A ja ka dhënë dorën këto 11 vite? Ne kemi parë që Rama jo vetëm që nuk ua ka dhënë dorën, po ua ka futur një shqelm dhe u ka thonë mirë e keni qeni aty të cepi rrugës, vazhdoni dhe lypni. Ndaj këtu shkatruar koncepti së majtës dhe së djathtës, dhe them që ndryshimet globale, pra qoftë fitoria e Trumpit në Shtetet e Bashkuara, qoftë nuk po quaj fitore, por një rritje deri në absurditet e së djathtës ekstreme në Gjermani, në Francë, pra nuk kanë ndikuar fort në Shqipëri, edhe për faktin që fatmirësisht ne nuk kemi ekstreme. Pra kjo është gjë e mirë që nuk kanë ardhur ende partitë ekstremiste në Shqipëri, pra nuk kanë terren as e djathta ekstreme, as e majta ekstreme. Megjithatë ne kemi për të pasur zgjedhje dhe ne do të zgjedhim jo midis të majtës dhe të djathtës, po sigurisht do zgjedhim midis partive politike që marrin pjesë në zgjedhje, të cilat do qofshin ato janë të vetme, të cilat le të themi tek fura e bukës do të gjenden për çdo qytetar që do të vejt marr bukë. Mirë po, tani kjo situatë sigurisht për këto procese monitorohen, edhe gazetarët, mediat janë ato të cilat të parët na gjenden si thua garant që procesi i zgjedhjeve të jetë një proces i ndershëm, i drejtë, i barabartë, edhe në fund pastaj të jetë i gjithë pranuar, që kjo
në këto 30 vite zosh të ndodh në vendin tonë. Megjithatë, unë do doja të pyesja në aspektin e gazetarit, cilat janë sfidat që paraqitet për një gazetar kur ndodhet në një proces zgjedhor, një fushat zgjedhore? Gjëja e parë që gazetarët e kanë shumë të vështirë që është themelore për një proces zgjedhor është transparenca e partive politike. Prej vitesh tani më fatkeqësisht mediat nuk punojnë më me gazetarë në terren gjatë fushatës elektorale, por punojnë me kaseta të gatshme. Çfarë do të thotë kjo për qytetarë për ta kuptuar më thjesht? Pra nëse dikur ne Partia Socialiste për shembull lajmëronte një tubim elektoral në Durrës, ne merrshim makinën grupin e xhirimit dhe shkoshim në Durrës, e xhironim aktivitetin, e xhironim fjalën e kryeministrit, e kryetarit të partisë dhe shikonim vetë se çfarë do të ndodhë në ato tubim. Vitet e fundit tani më nuk ka më nevojë me shku. Unë në Durrës nuk ka nevojë të shkoj asnjë media në Durrës pasi partitë politike kanë grupet e tyre të xhirimit dhe e filmojnë aktivitetin që ka ndodhur para disa orësh, ta sjellin pas disa orësh si live, presin pjesët që nuk ju pëlqen. Pra është një makjazh, ato tregojnë vetëm anën që ato duan të shohin. E vërtet. Pra anën e perfekte të fushatës elektorale, anën perfekte të liderit dhe nuk më jepet mua mundësia, jo vetëm nga media ime, por më as nga partitë politike nuk lejnë që ta aksesosh një aktivitet. Tani ti ke tentuar disa herë që të shkosh në aktivitete politike i paftuar. Patjetër. Çfarë ka ndodhur? Unë më së shumti kam tentuar të shkoj në aktivitetet e kryetarit të arrestuar të Bashkisë së Tiranës, i paftuar, nuk jam lejuar, jam përballur deri me dhunë fizike nga personat pranë liderëve politik, por edhe partitë politike, pra nëse nuk të ftojnë, nuk të lejojnë që të futesh në një aktivitet. Edhe sigurisht që kjo është një fatkeqësi sepse jo vetëm që ti nuk merr dot atë çka ndodh realisht, po edhe kandidatët që janë një numër i madh e ke pamundur për ti mbritur, domethënë si mund të transmetosh një kandidat se çfarë mendon ose çfarë qëndrimi ka kur ti nuk merr dot pjesë në një. Është edhe diçka për të se mund duket shumë periferike. Është diçka tjetër që lidhet me transparencën. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë garanton që mbledhjet kolegjiale të organeve të zgjedhura mund të aksesohen nga çdo qytetar, jo më nga gazetarët, por nga çdo qytetar mund të marrë pjesën në mbledhje. E dini ju dhe qytetarët që ka vite të tëra që mbledhjet e Këshillit të Ministrave nuk janë publike dhe transparente. Pra dikur mbledhjet e Këshillit të Ministrave janë bërë me kamera. Siç ndodh në Kosovë. Pra çdo mbledhje e Këshillit të Ministrave e Qeverisë së Kosovës është online, është live. Në Shqipëri na çohet një njoftim nga zyra e kryeministrit dhe është kështu teksti. Në orën, pra është ora 10 dhe thotë në orën 11 mbledhet qeveria. Ju lutem nisni emrin e gazetarit jashtë. Pra ne duhet të rrim jashtë godinës së kryeministrit, që kryeministrisë mbaron mbledhja deri ministër dhe i thot vendimet. Në fakt, edhe sipas kushtetutës, ne duhet jemi në atë mbledhje, është mbledhje kolegjiale e organeve të zgjedhura. Çfarë do ndryshonte nëse ju do ishit jashtë nga ajo që qeveria komunikon për ju? Pyetje drejtë. Ne do merrim vesh dinamikat e mbledhjes. Ne do merrim vesh argumentimin e vendimit të qeverisë. Pra, në webin e qeverisë, për shembull, ne kemi sot u vendos kjo sipas aneksit 10. Aneksi 10 mungon gjithmonë në zbardhje. Pra, ne marrim vesh aty argumentimin pse është duke u propozuar një ligj, pse është duke u propozuar mbyllja e TikTokut për shembull, dhe debatin mes ministrave. E vërtet është. Po tek e fundit është drejta ime, du ta shoh çka ka veshur Miguelin atë mbledhje qeverie. Është e vërtet, unë mbaj mend vite më parë kur qeveria Berisha bënte mbledhje dhe ka pasur një praktik të tillë. Qeveria Berisha për hir të ku ti shikoj edhe konfliktin midis kryeministrit dhe ministrit të financave, megjithëse ishin këto ngritje të vogla, po arrihet të kuptojë një lloj frekuencë. Ajo që unë do doja të pyesja në linjë me këtë që lidhet, nuk e di a është në linjë me këtë, por do doja të pyesja, mbyllja e TikTokut, mendon, beson që mund të ketë një prapavi politike? Unë jam i bindur që mbyllja e rrjetit social TikTok ka prapavi politike, sepse nuk mundet, është një veprim shumë i ngutshëm e para punës. Është një veprim që bëhet para zgjedhjeve. Prindrit e kërkuan, thot kryeministri. Prindrit padyshim që duan më të mirën për fëmijët e tyre, të dalim ne tani Miguel, të marrim kamerat me vete dhe të pyesim çdo prind në Tiranë, a jeni dakord të mbyllet Facebooku, do të thonë po. A jeni dakord të mbyllet Instagrami, do të thonë po.
A jeni dakord të mbyllet Snapchati, do të thonë po, e di pse? Sepse çdo prind e do më të mirën për fëmijët e tyre. E vërtet. Dhe pa dyshim që rrjetet sociale nuk janë të preferueshme për adoleshent dhe fëmijë. Ama po ai prind që thot të mbyllet, i ka bler fëmijës së tij 1 milion lekë telefon. Kur rrogën e ka 800.000 lekë në muaj. Më kupto konceptin, nuk po e gjykoj prindin që ka bler fëmijës telefon. Por nuk mundet që të merren masa ekstreme për diçka që tani më është e globalizuar. Pra mbyllja e TikTokut do i shërbej elektoralisht Unë mendoj që mbyllja e TikTokut do i shërbej elektoralisht Partisë Socialiste dhe Kryeministrit Edi Rama dhe po pse çfarë ndodh në TikTok që në TikToku është ky podcasti që ne po flasim këtu. Pra çfarë do thotë kjo? Hapësirë e sigurt dhe e lirë për qytetarët e Shqipërisë. A ka dhunë TikTok? A ka diskriminim TikTok? Po mër po ka. Por është ajo që e thash në fillim. Diçka që unë nuk mund ta them në media kombëtare të mëdha, Miguel, unë vi e them te ty. Diçka që nuk e shkruaj dot në televizion, në gazeta, në revista, unë e them në TikTok. Pavarësisht unë nuk jam një përdorues i rregullt i TikTokut, por shembull. Pra, edhe së dyti ajo që më shqetëson mua më shumë dhe për këtë ne do t'i drejtohemi gjykatës kushtetuese është liria e fjalës. TikToku është një hapësirë e fjalës së lirë, e qytetarëve të cilët duan të shprehin, e gazetarëve që duan të ndjekin aktivitete të ndryshme. Ndaj unë mendoj që ka 2 precedent nga Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit janë 2 precedent në Turqi, mbyllja e YouTube-it, pra është shpallur antiligjore dhe antikonvendës për të drejtat e njerëzit nga Gjykata Evropiane në vitin 2016 dhe unë mendoj që jemi në të njëjtat kushte, pra edhe në Shqipëri Gjykata Evropiane do ta shpallë vendimin e paligjshëm. Edhe unë besoj që ka një ngutje dhe një nxitim në gjithë të platformë, le të themi ose një histerizëm për mënyrën se si trajtohet. Unë mendoj që shteti ka mekanizmat për të adresuar problematikat që lindin nga TikToku, atë problematikat kontentit banal, brutal, të dhunshëm, kriminal, të cilat mundet që të kontrollohen, edhe të modeleve që shpeshherë ne kemi parë në TikTok që ishin problematike, ndërkohë që ajo që është dukshëm është bërë zgjedhje është një bllokim për një vit ku askush nuk e kupton çfarë do ndodh pas një viti, do bëhet TikToku më i mirë apo do bëhemi ne më të mirë. Po gjitha këto dukshëm ndodhin në një vend ku proceset autoritariste janë e bëjnë shumë më të thjeshtë për të marrë këto vendime. Pra le të themi në Shtetet e Bashkuara ka 4 vite, 5 vite që mundohen njërë në senat, njërë këte senati, njërë shkuan dhe njërë këte, që ta kufizojnë edhe, ose në vende të tjera, dhe me thënë, procese demokratike dhe burokracia që hynë në mes për të diskutuar një çështje kaq të madhe, dukshëm që ndonjëherë ironikisht është me fat të jetosh në një autokraci, se gjërat mund të zgjidhen edhe kështu. Mendon që do t'i mbyllim dhe shkojmë edhe i mbyllim. Në autokracisë nuk e shpresa për më mirë. Unë doja të kuptoja më shumë edhe për interes të publiku. Sigurisht që jo vetëm në fushat zgjedhore, po edhe në aspekte të tjera të jetës, sigurisht që mbi gazetarin ka presione, ose ushtrohen presione. Dhe presionet mund të jenë nga pronari, nëse bëhet fjalë për një media tradicionale, nga biznesi, ose nga qytetari, ose nga politika. Tani, nëse ti bie dakord që ka presion nga këto, për gazetarin kush është më dëmtuese? Presioni politikës, biznesit, medias apo qytetarit? Dëgjoj, në Shqipëri ka presion nga të gjitha këto që theti, shto dhe organizatat kriminale. Pra është bërë një lidhje jo e natyrshme, jo normale në Shqipëri. Edhe organizatat kriminale merren me gazetarin. Merren me gazetar, patjetër. Është bërë një lidhje jo e natyrshme në Shqipëri, një lidhje e çuditshme që për mua duhet shkëputur me çdo kusht. Pra lidhje mes medias, politikës dhe krimit organizuar. Pra të tre i shërbejnë njëra tjetrës në kohë dhe hapësirë të ndryshme. Pra kur të ketë nevojë njëra i shërben 2 të tjera dhe kur të ketë nevojë tjetra i shërben 2 njerëz. E ke vërejtur që kohët e fundit në Shqipëri ka nisur një sulm i papar nga mediat ndaj prokurorisë speciale. Deri para arrestimit të Erion Veliajt, për shembull, ne kishim sulmin ndaj prokurorisë vetëm në mediat që quhen të kontrolluar ose janë më afër Partisë Demokratike. Për shkak të proceseve ligjore që ka pasur kreu i kësaj partie. Ditën e arrestimit të Erion Veliajt, Miguel,
u lëshuan të gjitha, do me thonë. Janë 3-4 media që janë të pavarura akoma në Shqipëri, që janë kryesisht janë media NGO, pra organizata mediatike që financohen nga donatorë ndërkombëtar. Pra, për mua ky është modeli më i mirë i mediave për një gazetari cilësore, sepse s'ke më punë me bizneset këtu. Dhe çfarë ndodhi? Këto u trembën për integritetin e tyre? jo, apo thjesht ishin pjesë e mekanizmit të interesit? Ishin pjesë e mekanizmit dhe po i shërbenin kryetarit e Bashkisë së Tiranës. Vetë dosja që tani më ka rrjedhur e kryetarit të Bashkisë së Tiranës tregoi një lidhje mes të gjitha, mes bashkisë, mes politikës, biznesit, organizatave jo qeveritare, dhe pa dyshim dhe media është pjesë e sistemit, Miguel. Ne jemi në këtë sistem që kemi ndërtuar vetë. Ndaj u lëshuan të gjitha kundër një prokurori, duke i hyrë në familje, duke i treguar gjyqtarit fotografi të motrës, të vllaut, ne e dim se ku jetojmë. Këto janë kërcënime të hapura dhe jo normali që bëhen në mediat. Ju shpesh keni pasur edhe kërcënime vet, ose presione vet. Le të themi, kaq shikojmë ne ose kaq mundemi ne të kuptojmë një ose dy raste, apo është një mënyrë e të jetuarit të gazetarit në Shqipëri që nëse do të bëj punën e tij duhet të normalizoj raportin midis të ndjerit i kërcënuar? Kjo është mënyrë e të jetuarit e një gazetarit kurajoz në Shqipëri. Pra, çdo gazetar merr kërcënime ose ndihet jo komod në punën e tij, friksuar ndonjëherë. Unë ka pas raste që janë bjerë i friksuar, Miguel. Para një viti unë shkova në drejtorinë e përgjithshme të policisë shtetit dhe kërkova mbrojtje të menjëhershme nga policia e shtetit, gjë që nuk ndodhi fatkeqësisht. Por pra ka raste që ne, pavarësisht që unë isha i kërcënuar, intimiduar, i friksuar, unë kam dalë në transmetim pas 2 orësh për të vazhduar sepse televizioni do mbajtur. Ajo që duhet të them është që gazetarët në Shqipëri, ato kurajoz, Ola Xhama për shembull, ka marrë mesazhe drejt për drejt nga kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe me 10 gazetarë të tjerë që po edhe friksohen dhe nuk i publikojnë kërcënimet që marrin. Pra nuk është profesion i lehtë. Ne nuk jemi ne nuk bëjmë asgjë kundër vullnetit dhe atë që mendojmë më të mirën, përveç rasteve kur neve na ndalohet nga pronarët e mediave, nga bizneset, nga grupet kriminale dhe nga politika. Si është raporti juaj me qytetarët? Unë fatkeqësisht raporti gazetarëve me qytetarëve nuk është një raport i mirë sot që po flasim. Unë do doja të ishte shumë i mirë, do doja të ishte shumë bashkëpunues. Pse nuk është i mirë? Nuk është i mirë sepse ka pasur një agresion ndaj medias dhe ndaj gazetarëve. Para disa vitesh, nëse e mbani mend, ka pasur një gjuhë të mërshme të kryeministit të vendit zoti Edi Rama për disa vite me radhë ndaj medias dhe gazetarëve. Tani e ka ndaluar. Pse e ka ndaluar? Sepse zoti Rama dhe kushdo e di që nuk ka më, pra e ka bërë efektin ajo gjuhë që ka përdorur. Pra Rama na quante kazan, dhe sot e asaj dite, Rama nuk e përdorë më fjalën kazan. Ama çdo qytetar që është i pakënaqur nga media thot kazan. Ajo që dua të them është që Rama e ka shtruar bazën që neve të na urrejnë, nuk ka nevojë tani të artikulojë Rama urrejtje kundër nesh. E kanë marrë qytetarët, na urrejnë. O Isa, po nëse ty politika nuk ta hap derën dhe s'të le as t'i afrohesh. Edhe kur i afrohesh të bën presion. Qytetari nga ana tjetër ka rënë prej narrativës së politikës dhe nuk të kushton as vëmendje, pas nuk ta kupton sakrificën. Ndërkohë biznesi, pronari, media të ushtron presionin e vet. Ç'a bën në gazetarit? Sepse unë e dua këtë punë, e dua vërtet këtë punë. E ndjej që duhet të jem në këtë profesion. Miguel, unë do isha shumë komod, punoja çdo lloj pune tjetër, me pak që e kalon profesionin e gazetarit. Unë kam formim politik, unë kam studiuar shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare, mund të bëj një punë shumë më të rehatshme se sa kjo, por realisht unë e ndjej se nuk dua të deliroj. Unë e ndjej detyrë ta bëj këtë punë, jam futur kësaj pune dhe duhet ta çoj deri në fund. Para disa vitesh, po ta tregoj një histori këtë personale shumë të shkurtër, isha në një presion të madh nga një prokurore në detyrë. Disa partnerë ndërkombëtar më telefonuan dhe më thanë që duhet të largohesha urgjentisht nga Shqipëria përmes një programi që e kishin ato, thjesht për disa muaj sa situata të qetësohej. Unë refuzova të largohesha dhe për arsye
familjare. Pra së kohë kisha tjatin smur dhe thashë dëgjoj, ne nuk mund të ikim nga vendi sa herë ndjehemi jo komod. Pra hajde ti bëjmë ballë kushdo qoftë. Ajo, dhe unë kam vazhduar punën sikur nuk ka ndodhur asgjë, sepse unë dua këtë punë dhe do t'i shkoj deri në fund këtij misioni që e kemi dhe nuk mund asnjë prej të tërhiqemi. Sidomos kur shoh që ka dhe kolegë të tjerë që e bëjnë punën me aq dëshirë sa e bëj unë dhe me aq përkushtim sa e bëj unë. Për së vërtetës edhe unë e dëshmoj, ne kemi vite që njihemi bashkë edhe unë le të themi e njoh edhe profesionalizmin edhe përkushtimin të ndaj punës dhe jam i bindur që do funksiononte shumë mirë dhe më suksesshëm në aspektin financiar për ty nëse do bëje diçka tjetër, por gjithsesi unë gjej rastin që të falenderoj sepse për së vërtetës unë besoj që sakrifica e pakicës intelektuale krijon standarde më të mira për vendin edhe jam i lumtur që ti je një prej tyre. Unë këtë bisede kam ndarë midis disa moduleve, tani do doja që bashkë të komentonim jo thjesht në mënyrë figurative disa imazhe të cilat unë do t'jap për ju, po të vendos në rolin e një pulti televizori, edhe dua të kuptoj pa mushmangur se cilin do të zgjidhje ti nëse do ishe tani në divan edhe do të kishe pultin për ta çuar kanalin dhe për ta ndjekur. Blendi Fevziun apo Grida Dumën? Varet nga tema, Grida Dumën. Ishe më i shpejt se që mendova. Mirë, nëse do kishe të bëje përballë teje me një show, do doje të ndiqje Adi Krastën apo Ardi Xhebrean? Gjithmonë Adi Krastën për atë çfarë jep në ekran. Unë kam kritikat e mia për Adi Krastën, sidomos për drejtimin e radio televizionit të Kosovës, mund të flasim deri nesër për atë, por për atë çfarë ka bërë në Shqipëri dhe për emisionet e jashtëzakonshme që ka bërë në Shqipëri për kontributin në shoqërinë shqiptare. Miguel më lejo sepse kam të nevojshme ta them edhe në kontekstin ku ndodhemi. Unë mendoj që gazetarët e Kalibrit dhe moderatorët e Kalibrit Adi Krasa dhe Ardi Xhebrea nuk mjaftohet vetëm për të dalë në televizionin Klan ose në Syri për dhënë një emision dhe për të shkuar në shtëpi. Kanë detyra morale ndaj shoqërisë shqiptare dhe në rastet kur shoqëria shqiptare është në krizë, në rastet kur kombi është në krizë, nuk duhet të heshtin ose të bën palë me të keqen, siç fatkeqësisht janë bërë palë disa herë artistë, gazetarë me të keqen në Shqipëri, siç është rasti i fundit i protestës në mbështetje të kryetarit Bashkisë Tiranës Ion Veliaj. Për së vërtetës edhe mua më sjell në kujtesë disa artistë ose studiues ose letrar në vendin tonë ku shoqëria në momente krize tek disa individ që i beson kërkojnë që ata të bëhen të zëshëm, po dukshëm për të mos krijuar kosto përtej asaj që ata kanë arritur shpeshherë, mbështiten me atë pëlurën e mëndafsht që thot Ali Aslani për të mos u përzier që mund të jetë nuk di ta them është e gabuar, po vendi do i shërbenin më shumë, vendi do i shërbenin më shumë dhe nevojës e njerëzve të cilët i shikojnë në mënyrë të ecshme këta individ që fitojnë integritet dhe kredibilitet tek qytetarët që të adresojnë edhe disa problematika të cilat lidhen përtej profesionit tyre. Në luftën e gjatë mes Izraelit dhe Palestinës, Amos Oz, një ndër shkrimtarët e mi të preferuar, një ndër mendjet më të ndritura mendoj të shekullit 21, Amos Oz ka mbajtur historikisht një qëndrim dinjitoz, pavarësisht që ishte një izraelit i devotshëm, pavarësisht që duhet i shërbente vendit të tij, ka thonë gjithmonë që fajin e kanë të dy palët. Nuk ka sherr midis dy të mençurish, thonë një fjalë e urtë e jona. Klodiana Lala. Klodiana Lala dhe Artan Hoxha. Mes Klodiana Lalës dhe Artan Hoxhës do ta dëgjoja me shumë dëshirë Klodiana Lalën. Mirë atëre, çfarë do shikoje ndark? Big Brother VIP? Më kanë nxjerrur dy gjëra që unë s'kam parë kurrë. Domethënë, unë nuk e shoh as seriale turke, as Big Brother VIP. Për këtë kam dëshmitar shoqërinë time të ngurë që e di se çfarë shikoj. Realisht s'kam parë kurrë asnjë prej emisioneve reality show në Shqipëri, Big Brother, përputhen dhe këto emisione tjera, dhe fatkeqësisht as seriale turke.
Do me thënë ti e shijon Tiranën e qetë në këto orare. Po. Se te mua më ka rezultuar që në këto orare Tirana është fantastike për të bërë xhiro dhe për të dalë, sepse tjetër ose thjesht si kam parë kur dhe nuk kam asnjë në familje që i shef. Pra nuk s'na ka lidh asgjë. Do zitja të shikoj lajme apo një film? Ja, padyshim do zgjidha që ka një film, sepse lajme ne prodhojmë çdo ditë lajme, ndonjëherë është sepse ne flasim për gjithçka ndonjëherë Miguel, por nuk flasim për shëndetin tonë mendor. Unë në darkët e ndjej që realisht jam mbushur shumë, do më kam çakulluar aq shumë informacion gjatë ditës, ne lexojmë ose dërgojmë ose ju përgjigjemi rreth 1000 mesazheve në ditë vetëm në WhatsApp, Miguel. Ndaj njeriu në darkë duhet të qetësohet, ta fik televizorin dhe të shikoj filma në Netflix ose super. Jam i sigurt që kjo do jetë e vështirë se kjo do ndjekësh. Kjo është dy miqtë tu, Renaldo Saliani apo Osman Stafa. Do me thonë deri tani nuk ta kam prish qefin edhe pse unë s'mund të komentoja. Do zgjedhësh patjetër. Nuk mund të t'i ndaj, janë dy miqtë e mi të zemrës, janë dy miqtë e mi më të mirë ndër 4 që jemi, por nuk mund të zgjedh. Domethënë secili ka karakteristikat e veta, secili është i mirë në ato që bën. Renaldo për shembull, për ato që nuk e njohin, është një ndër gazetarët më të lexuar në Shqipëri, padyshim. Pra, është ndoshta guxoj ta them ndër të vetmit në brezin ton që lexon akoma pa pushim. Ndërkohë që Osmani ka për shembull një zel të jashtëzakonshëm për të marrë me kauza sociale. Unë merrem edhe unë me disa prej tyre, po i them si Adel, do me thonë që merresh ka shumë edhe me gjëra që nuk janë jashtë fushës tënde. Për shembull, unë merrem zakonisht, jam aktiv tek pjesa e mediave, tek gazetarët dhe tek televizioni shqiptar. Osmani për shembull merret në punë merret me Partinë Demokratike dhe politikën, jashtë punë merret me mjekësinë, me shëndetësinë, pra i ndjek me shumë zell. Por edhe si shok nuk di t'i ndaj dot. Mund ta kisha edhe më të lehtë përgjigjen sepse nuk kisha nevojë të ndroje kanal, se shpeshherë mund t'i gjesh në të njëjtin kanal. Mund t'i gjesh në News 24 të dy. Ndërkohë që sigurisht që ishte pak pjesë edhe për të dhënë disa nota humori bisedës tonë, por lidhur duke u kthyer atje ku nisëm, lidhur me le të themi garën e cila dukshëm është afër për të votuar, unë do doja në fakt të sillja, ashtu siç e bëj me gjithë miqtë e mi që i ftoj, të më jepni një koment për secilin lider të cilën në fakt garon në zgjedhjet e këtij 11 majit, edhe sigurisht me 2 fjali nëse do e shikoje. Tani do të jap koment për shembull për Ramën apo për Partinë Socialiste për Ramën. Për Ramën edhe atë që ai përfaqëson, sigurisht që atë nuk mund ta ndash nga Dëgjoj Miguel, unë mendoj dhe këtë ne në gazetarë kemi shumë vështirë të japim opinionet tona, por unë mendoj gjithmonë sepse prapë i them asaj në momente kritike njeriu duhet të flasë. Gazetarët duhet të flasin dhe ta thonë të vërtetën. Shpesh herë thonë duhet të jesh i paanshëm. Jo, mor jo, ti duhet të jesh i vërtet dhe vërteta ka anë. Unë mendoj edhe për shkak të formimit tim akademik pra shkenca politike që është rrezik për demokracinë e brendshme, dhënia e kaq shumë fuqie një personi. Pra, Zoti Rama mund të jetë lideri më i mirë në Evropë. Është rrezik për demokracinë që një person të ketë kaq shumë fuqi politike, të akumuloj kaq shumë pushtet, i bën dëm demokracisë. Por gjithsesi Zoti Rama ka ditur shumë mirë, pra nëse flasim në një anë tjetër, ka ditur shumë mirë ta ruaj dhe ta konsolidoj pushtetin pavarësisht gjithçka që ka ndodhur në rrethin e tij të ngushtë. Lideri i opozitës, Sali Berisha? Një politikan karrierë, një politikan i kalibrit lartë, por që për mendimin tim është bashkëfajtor po aq sa pasardhës i tij për situatën e pashpresë në cilën ndodhet vendi jon. Pasardhës kanë fjalën për duket sikur ai nuk ka pasardhës në kanë fjalën në pasardhës në qeveri. Pra duket sikur bëjnë ping-pong, por po e mbajnë vendin ende në një luftë që duhet të kishte përfunduar para shumë vitesh.
kandidat për deputet tashmë në zonë në Ilir Meta Ilir është Meta. i arrestuar, i akuzuar për vepra të rënda penale nga prokuroria speciale, dhe unë mendoj që llogaritë e tij nuk duhet i ketë më me qytetarët, po me prokurorët dhe me gjykatën e posaçme. Lulzim Basha duket që Fatkeqësisht, do të jetë pjesë po. e këtyre zgjedhjeve. Ishte e paqartë nëse do ishte me një logo. Do jetë me një parti koalicioni Euroatlantik, në fakt është parti. Pra partia ka emrin koalicion. Më vjen shumë keq që është ende në politikë, pra zoti Basha mund të zgjidhte të shikonte punët e veta me nder dhe i nderuar në kohën e dur, në momentin e dur, ndërkohë që tani është bërë realisht një mini kryetar partie. Tom Doshi është gjithashtu në ambicien e tij për të fituar 6 mandate, tha në këto zgjedhje. Tom Doshi me shumë gjallë do të jetë kandidat për deputet, edhe unë mendoj që çdo person që ka punë me drejtësinë, duhet të ketë punë vetëm me drejtësinë dhe me gjykatat dhe jo me qytetarët, nuk mund të kërkojë asnjë legjitimitet, asnjë vot nga qytetarët e këtij vendi, kushdo që ka punë me drejtësinë. Një figurë tjetër që dukshëm ka një lloj populariteti në rrjetet sociale. Dhe nuk kam folur kur kundër Dashehit, sepse mendoj që nuk i ka bërë në asnjë moment dëm këtij vendi në thelb, por mendoj që ka ikur edhe koha e Dashehit. Njeriu Migen ka kohë për të bërë mirë në këtë vend, ka kohë për të bërë keq, por ka kohë edhe për të tërhequr. Pra, realisht nuk gjej një arsye përveç pjesës morale pse të vazhdoj të jetë në Parlamentin e Republikës Shqipërisë. Çfarë mund të bëjë një politikan i tërhequr? Të shkoj të luaj bigjoz, të luaj bigjoz them letra me shokët në mëngjes, jo bigjoz kazino. Të luaj domino, të bëj akademi, të bëj të publikime, të marrë të rinë dhe ti mentoroj, pra që në Shqipëri nuk ekziston kjo. Pra pse nuk mund, Dashej do ishte në pozita shumë të mira të mentoroj të rinjt në politikë. Dhe kur flasim për të rinj në politikë, hym tek fasha e të rinjve të cilët janë qasur politikës me parti të reja ose relativisht të reja në grupin e atyre që do të paraqes. Adriatik Klapa është drejtuesi i Shqipëria Bëhet, koalicion me Nismën Thurja tashmë. Adriatikun unë e kam pasur shumë, si ta them, një fjalë pozitive, shumë qef, shumë gjanë, që s'doja ta vlej fjalën gjanë, në fillimet e tij në aktivizëm. E mbaj mend që tek protestat e Zharzës, ku e kam njohur për herë të parë, kam bërë rrugën më të nga Kavaja deri në Tiranë Këmbë në atë kohë. Në politikë Adriatiku më ka zhgënyer për shumë arsye dhe më kryesorja është mungesa, atë që e thonë të gjithë në përkathe, atë që e themi gjithë me njëri tjetrin, mungesa e transparencës së fondeve të partisë së tij, një parti e cila duket sikur shpenzon shumë, është një parti e cila ka për mendimin tim mungesë totale, transparente dhe i është kërkuar disa herë dhe nuk e ka bërë dhe ka ardhur me premtimin kundër partive të mëdha pikërisht për mungesën e transparencës. Megjithëse janë online, thonë shpenzimet? Tani, unë e kam parë webin online, Miguel nuk mbahet partia me $20 dhe me $5. Unë drejtoj një organizat, e kam hapur prej një viti, kemi 0 lek. 0 lek. Paguaj muaj për muaj tatimet me lekët e mia personale nga rroga që marr të Ora News. Kemi 0 lek. Ende Shabani? Endri Kryetari Shabani, i Nismës Thurje. Tani, sepse Endri Shabani akoma nëse del në televizor thotë janë parti e re. Endri Shabani nuk është parti e re. Endri Shabani, sa vite u bën që është zgjedhur këshilltar bashkiak në Tiranë, u bën 2 vite. Jo më shumë, se ka qenë edhe Janë zgjedhjet e treta që merr pjesë. janë zgjedhjet e treta por që merr relativisht pjesë. e re me 30 vite. Ka qenë, patjetër. Ka qenë në këshill bashkiak dhe në këshilli bashkiak është pararoje parlamentit. Pa këshilli bashkiak në Tiranë thjesht je në këshillin bashkiak më të madh në Shqipëri. Nuk është ndritur për asgjë. Nuk është
Pra çfarë propozojnë në Tiranë, çfarë kaloi, çfarë betejë bëjnë në Këshillin Bashkiak të Tiranës, a u bashkua me partitë e tjera, a u bashkua me Mirela Rukon e Lëvizjes bashkë për të bërë një lëvizje ndryshe, për të propozuar një ligj për qytetarët e Tiranës, çfarë bën në Këshillin Bashkiak të Tiranës që unë t'i çoj në parlament. Agron Shehaj? Një biznesmen i cili për mendimin tim do ta ketë shumë të vështirë të bëhet politikan në këtë katundin ton. Biznesmenët, politikanë në botë tashmë janë në mod? Patjetër, por nuk është ky rasti i Shqipërisë. Shqipëria është shumë e vështirë për modelin që ofron Agron Shehaj. Pra unë mendoj që nuk mund të kesh sukses nëse nuk i përshtatesh pak vendit. Nuk them që të bësh si këta të tjerët, por duhet i përshtatesh. Dhe i fundit, lëvizja bashk, Arlind Qori? Një i vetmi nga gjithë liderët po guxoj ta them nga gjithë liderët edhe të vjetër dhe të rinj që do me thonë ke qef ta dëgjosh për artikulimin të ideve të tij, pra të modelit të tij politik. Pra Arlind Qori është flet edhe për filozofi, flet edhe për model politik. Pra askush nuk di të artikuloj më mirë se sa Arlindi bindjen e tij politike. Pra Arlindi është i majt dhe e artikulon në mënyrë perfekte dhe e mbron të majtën. Nuk i kalon konturat që për hir të 5 votave të thotë dëgjoj, unë bëm edhe i djathtë me dasht. Por jo, Arlindi është i majt, i qëndron idesë të tij dhe sigurisht kam kam parë listën që është i vetmi që e ka hedhë listën, pra listë me njerëz të thjeshtë, shumica dërmuese prej drejtuesve qarsheve nuk i njeh askush, por me një googlim mund të gjesh ato janë pedagog në zonën e tyre, njerëz akademik, por gjithsesi unë mendoj që e ka mbajtur partinë e tij shumë të mbyllur. Pra dikur ka pas organizatë politike, por duhet ta tejkaloj atë. Partia është një gjë më e hapur se sa organizata. Duhet të largohet nga mendësia e organizatës politike për të kaluar tek lëvizja bashkë, pra që tek masiviteti. Unë të falenderoj për gjitha komentet dhe ndonjëherë e gjej veten kështu të hetur për të ndërhyrë dhe për të thënë diçka më shumë, po asnjëherë nuk kam ndeshur që të bëhem pjesa e gjykimit të ftuarit mbi figurat politike dhe nga le të themi nga qasja jon për të marrë le të themi në bashkëbisedim njerëz me integritet, mbase opinionet e tyre ndihmojnë edhe qytetarët për të gjykuar në një farforme mbi këto figura. Po pyetja ime, le të themi e fundit, lidhet me çfarë shikon tek interesi i lartë i qytetarëve shqiptar jashtë vendit për të votuar tek zgjedhjet e 11 maj. Jam çuditur shumë nga numri i lartë, unë nuk e kam pritur. Pra, unë kam pritur që të rregojmë sinqert 100.000 votues do t'i kemi nga diaspora. Kemi sot 245.000 që janë pranuar, nga gati 300.000 që kanë aplikuar. Nuk e di çfarë kurioziteti kanë pas për të votuar. Nuk e di çfarë i ka shtyrë dhe kjo do merret vesh pas 11 majit, pra kur të numërohen zgjedhje, kur të numërohen kutitë dhe fletët e votimit. Pra nëse interesi atyre ka qenë për të ruajtur status quo në Shqipëri, për t'i dhënë më shumë pushtet partisë në pushtet, apo për t'i dhënë opozitës pak më shumë fuqi sa çka tani, sepse vota diasporës do të jetë shumë interesante kur të lexohet, jo nga numri që kanë aplikuar tani. Pra, aty do të dihet se pse 245.000 shqiptarë që jetojnë jashtë vendit duan të votojnë dhe për kë do të votojnë është jashtëzakonisht. Jam shumë kurioz, më shumë për të huaj se sa për Shqipërinë që pak a shumë pra kalkulimet e dim se nga do anoj vota. Edhe unë ndaj këtë qëndrim me ju, edhe mendoj që deri më tashmë, nga sa dim, mendoj që është lajm i mirë që qytetarët shqiptar marrin pjesë në procese demokratike. Pra nëse themi që zgjedhjet janë një proces i rëndësishëm i demokracisë, pjesëmarrja është po një element shumë i rëndësishëm. Deri tashmë kemi kuptuar që shqiptarët e diasporës e vlerësojnë procesin demokratik dhe do të marrin pjesë. Se çfarë kjo prodhon, sigurisht që do mbetet do jetë shumë interesante dhe shumë duhet ta lexojmë edhe ne si qytetarë brenda vendit, por edhe partitë politike duhet ta lexojnë mjaft mirë atë çfarë do votojnë dhe verdiktin e qytetarëve diasporës.
Absolutisht po, unë do doja që në fakt bëja thirrje edhe që të tregojshin të kujdesshëm, që ata që bën regjistrimin dhe u konfirmuan të tregojnë të kujdesshëm që procesin e votimit ta çojnë deri në fund, të jenë të kujdesshëm midis çdo procedure kur i shkon fleta, si duhen plotësuar, si duhen vendosur në zarfa, si duhen dërguar në Shqipëri për të le të themi për ta përfunduar atë proces atë vullnet që kanë shprehur. Isa, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e këtij bashkëbisedimi, unë e shijova, shpresoj të ketë qenë këndshëm edhe për ju. Migen, shumë faleminderit, është gjithmonë kënaqësi të bisedojmë bashkë, por edhe e them për të disatën herë që janë këto hapësira, pra që na tregojnë që ne nuk jemi vetëm, pra gazetarët në Shqipëri, por edhe aktivistët, por gjithkush nuk janë vetëm, pra tani më kemi hapësira të reja ku mund të themi atë që e mendojmë pa na censuruar dhe pa na shndruar dikush te koka dëgjoj mos e thuaj këtë sepse kam interesa ekonomike, politike edhe ku dëgjon gjitha këto gjërat e tjera. Shumë faleminderit. Sigurisht që kjo është pjesë edhe e misionit ton për të komunikuar me qytetarët edhe sigurisht për të qenë nga kjo bisedë ose nga të gjitha bisedat diçka të cilat mbetet dhe është e vlefshme për qytetarët. Unë falenderoj gjithë miqtë të cilët kanë qenë pjesë e këtij komunikimi dhe mund ta ndjekin atë në ditët në vijim. Së bashku do të jemi sërish në komunikim për diskutuar për tema të cilat vërtet kanë rëndësi edhe mund të eksplorojmë mbi elemente të ndryshme të mënyrës se si ne e ndërtojmë marrëdhëniet tona qoftë në kontekst institucional, po edhe shoqëror. Faleminderit dhe shihemi në komunikimet e radhës.